do duhet kishte një zgjidhje nga partia e parë, Lëvizja Vetëvendosje. Shpresoj që nuk do të shpikin ndonjë çështje e cila bie ndesh me rregulloren e punës së kuvendit ose edhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kjo nuk i ndihmon as procesit, por vetëm e rëndon edhe me tutje dhe po shihet që fare pak janë të interesuar që të kalojnë me zgjedhjen e kryetarit, konstituimin e kuvendit edhe ecjen tutje për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Zoti Zima, ja merrni pjesë në një votim të fshehtë që është propozuar në seancë, në fakt në vazhdimin e kaluar seancës konstitutive. Votimi i fshehtë do të ishte pjesë e procedurës fillestare ose i hapur ashtu siç ka filluar, por nuk mund të ndrohen rregullat e lojës në mes të lojës ose në fund të lojës. Dhe kjo është ABC-ja e jetës parlamentare ose demokracisë. Kështu që kjo vetëm e rëndon në procesin, por është treguesi i qartë që tendenca për të shpikur ide të reja është për të keq përdorur atë që ju takon sipas moshës udhëhecit të seancës. Me të vërtetë është ka lënë shije të keqe dhe besojmë që kjo duhet të ndalohet nga Lëvizja Vetëvendosje. Zoti Zima, qëllimi për me u bë votimi i fshehtë edhe arsyeja pse ju nuk keni pranuar ju si parti që deri tash keni qenë në opozitë, prej Lëvizjes Vetëvendosje kanë thënë se është bë se ju nuk i kontrolloni dot votat e deputetëve të juaj, për këtë arsye s'keni pranuar me marr pjesë në këtë votim. Po, edhe kjo logjik, do me thonë, edhe kjo sjellje, edhe kjo gjuhë, edhe kjo tendencë e vetëm e rëndon në procesin. Ju po e shihni, e keni përgjigjen vetëm në atë që ata thonë, se njerëzit që dyshojnë në vetveten që mund të bijnë prej lojrave të tilla, ata atëherë e hudhin topin tek të tjerët. Lëvizja Vetëvendosje ka probleme të brendshme pikë parë, dhe jo të gjithë pajtohen edhe me kandidaturën edhe me procesin, ndoshta kjo është zgjidhje për ta, por nuk është zgjidhje për neve. Zoti Zima, janë bërë 6 muaj prej kur, pak 5 muaj prej kur kuvendi ka marrë vendimet e fundit në seancën që ka qenë ajo që janë dërguar në gjykatë kushtetuese ato ligjet. Pra praktikisht 5 muaj prej kur kuvendi është jo funksional. Cili është komenti juaj për këtë kohë kaq gjatë, ka shumë çështje që po presin për me u miratu? Realisht, nëse kthehemi në kohë, kuvendi nuk ka qenë funksional gjatë gjithë vitit 2024. Prej fillimit shkurtit marsit të vitit 2024 dhe tendenca për shkurjen e zgjedhjeve të parakohshme ju kujtohet ato lëvizjet, ato takimet, kuvendi nuk ka qenë funksional. Ka qenë funksional vetëm kur janë mbledhur njëmori ligjes sa për të kaluar ose grupe të ndryshme të intereseve, borde, siç ishte ato tendenca për kapjen e borde dhe agjencive të pavarura. Kuvendi ka qenë jo funksional gjatë gjithë vitit 2024 dhe jeni dëshmitar të asaj kohe, ndërsa procesi i rregullt kushtetues e tregon këtë. Ne jemi në një ngjerç politik, kjo duhet të pranohet. Partia e parë duhet të ofrojë marrëveshje me ata të cilët mendon që mund ta zgjedh kryetarin dhe mund ta zgjedh qeverinë e re, përndryshe duhet liroj rrugë, mund të propozojë ndonjë emër edhe nga parti tjera, i takon që ta propozoj gjithmonë si parti e parë. Nuk është parti fituese, sepse shpesh po thuhet është parti fituese, po të ishte parti fituese do të krijonte institucionet e reja të Kosovës, kuvendin edhe qeverinë, siç ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara. Partitë mund të kenë shpërndarje të numrash të ndryshëm në kuvendin e Kosovës, por për një deputet i takon partisë së parë ta bëjë propozimin, por jo të këmbgulçe vetëm atij ekskluzivisht i takon emri i partisë së tij. Respekt.